Okej, atëherë mirëdita të gjithëve. Mirë se vini në këtë konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit. Ne jemi sot këtu me trajnerin e kombëtares U17 Ervin Bulku në prag të nisjes së grumbullimit të kësaj skuadre në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet e fazës Elite Round të Europianit të kësaj grupmoshe. Tekniku Bulku ka shpallur sot ndërkohë edhe listën me emrat e 25 lojtarëve të grumbulluar për sfidat me Francën, Zvicrën dhe Letoninë. Kombëtarja do të grumbullohet në Durrës, në kompleksin tropikal, për të përgatitur për këtë turne mjaft të rëndësishëm për ndeshjet e grupit që do të luhen të gjitha në Shqipëri, siç e kemi bërë ditur. Ne do ta nisim më herë me pyetje për trajnerin Bulku. Fjala për Endin. Profesor, nuk e di, shoh dhe listën dhe më bie në sy në fakt një numër i madh i lojtarëve që vinë nga kampionati shqiptar. Kjo ndoshta në një farë mënyrë është edhe një shenjë që tashmë kemi një nivel më të rritur të përfaqësimit të lojtarëve që merren pjesë në kampionatin shqiptar. Megjithatë, si e sheh skuadrën krahasuar me kundërshtarët që do të kesh, të cilët tashmë janë edhe një niveli shumë të lartë se ato që kemi patur ndoshta. Gjithmonë, lista ka qenë edhe më e madhe në lojtarët që aktivizohen në kampionatin shqiptar, por duke parë që ne kemi zhvilluar ndeshje shumë mira dhe jemi kualifikuar, 2-3 lojtarë nga këto që janë sot në listë janë larguar drejt Italisë, ku edhe skuadra me emra si Sampdoria ka ofruar pranë skuadrave të grupmoshave të tyre. Duke parë grupin, respekt për Francën, respekt për kundërshtarët, por ne kemi objektivat tona, kemi objektiv që të kualifikohemi dhe të shkojmë në finalet që do zhvillohen në Hungari. Megjithatë, përmendni respekt, përmendni dhe patjetër objektivin, por realisht, duke qenë se këto janë dhe të jemë të rinj, por realisht i friksohemi ndoshta një emër të madh si Franca apo dhe kundërshtarëve të tjerë në farë mënyrë friksohemi për nga emri që kanë dhe historia, nuk është çështje 11 me 11 dhe Dhe unë prandaj thash që respekt për Francën, me që është edhe kampioni në fuqi, por ne nuk i tremi me asnjë kundërshtari, sepse këto çuna kanë treguar dhe meritojnë respekt edhe nga kundërshtarët, por kanë treguar që përballen me skuadra po të njëjtë niveli dhe kanë arritur të kualifikohen. Pse mos tentojmë edhe të shkojmë edhe në finalet e Evropianit. Gjithçka varet nga ne, nga çunat. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë, çunat të jenë në formën e tyre më të mirë dhe gjithë bashkë të arrijmë të bëjmë një rezultat që të ngelet një histori për gjithë Shqipërinë. Profesor, nisur dhe nga lista, janë ofruar disa elemente të rinj. Në radhë të parë si paraqitet gjendja e grupit dhe a mendoni se këta elemente të rinj të jetë forca pika jo më e fortë në këto eliminatore? Shpresoj që baza e grupit është po e njëjta, që ka qenë ai grup që është kualifikuar për këtë fazë që ne ndodhemi tani. Është vërtet që janë ofruar 2-3 lojtarë të ri, 2 nga cilët si Hasani dhe Sulemani janë 2 lojtarë që aktivizohen në Bundesligën gjermane në Stuttgart dhe Jena. Janë 2 lojtarë që ne presim, shpresojmë që edhe qeveria t'i pajisë sa më shpejt me pasaporta, se nëse nuk pajisin me pasaporta brenda kësaj kohe 10 ditore, 1 javore, do jetë e pamundur që ato të aktivizohen, por ne mendojmë që për momentin këtu janë gjithë lojtarët më të mirë që ka kjo grup mosh. Kemi edhe lojtarë të tjerë që janë shumë të mirë, por për momentin edhe ato akoma nuk kanë vendosur që do vinë me Shqipërinë ose ndoshta në një të ardhmen shpresojmë, duke parë që janë lojtarë që aktivizohen me kombëtare shumë të forta si Italia, Gjermania, Irlanda, kanë qenë lojtarë të kontaktuar gjatë gjithë periudhës nga ana jonë, lojtarë që jemi gjithkohës në kontakt, por shpresojmë që një të ardhmen sa më të shpejt edhe ato të bëhen pjesë e kësaj skuadre ose skuadrave të gjithë moshave. Nuk ka rëndësi 2006-2005 sepse ne ndjekim gjithë grup mosha. Kush është synimi kryesor i kombëtares U17 nga faza Elite Round dhe nisur dhe nga kundërshtarët? Kush mendoni se është kundërshtari më i fortë dhe ndoshta më i lehtë nga 3 kundërshtarët e tjerë të grupit? Nuk do të thoj kush është më i lehtë, kush është më i fortë, por prandaj thash, respekt për kundërshtarët, por të treja ndeshjet, çdo ndeshje vlen 3 pikë. Por ne është rëndësishme që të marrim pikët e plota, pikët e mjaftueshme për të shkuar në Evropian. Pas një javë është ndeshja me Francën. Duke marrë parasysh që të gjitha ndeshjet e grupeve zhvillohen në Shqipëri, në stadiumin e Real Albania dhe në Elbasan Arena, a keni edhe një thirrje për tifozët për mbështetje?
Mendoj që ne jo më kot i kemi zhvilluar edhe 4 ndeshjet miqësore para këtyre eliminatorëve, duke parë që skuadrat ambientohet sa më mirë me kushtet e stadiumit, duke parë që janë një moshë delikate dhe janë një moshë që mund të kenë edhe emocione në momentet e para, por tashmë kjo i ka kaluar, mendoj që i ka kaluar skuadrës tonë. Ato lojtarë janë lojtarë që aktivizohen çdo javë në kampionatet e tyre, edhe tek shqiptar. Mendoj që jemi plotësisht gati, shpresojmë edhe një rikuperim të një lojtari tonë që është shumë i rëndësishëm në mesfush, dhe të kemi të gjithë të gatshëm për ndeshjen e parë dhe në vazhdimsi, sepse ky turne ka edhe një specifik që 20 lojtarë mund të futen në listë. Ne kemi ofruar 25 lojtarë gjatë kësaj jave, do shohim kush do jenë më gati dhe kush do jenë ato që do zbatojnë më mirë ato detyra dhe ato gjëra që ne do zhvillojmë gjatë kësaj jave në stërvitje dhe shpresojmë që të jenë gjithë gatshëm. Po pastaj, por ne nuk ka rëndësi ato 20 që do jenë në listë, sepse rregulloria nuk lejon që ta ndryshosh në asnjë moment tjetër. Ajo listë e 20 lojtarëve që do vazhdojë ndeshjen e parë, 24 orë para ndeshjes së parë, ajo listë do jetë deri në fund, sepse nuk lejohet që të ndryshohet. Por për mua janë gjithë të rëndësishëm për skuadrën, cili do qoftë ai, nga i pari deri tek 25, të gjithë janë të rëndësishëm dhe janë të njëjtë për skuadrën. Nuk ka rëndësi se ku do kontribuojnë, në fushë, në bankinë apo edhe ato që mund të jenë në tribunë. Profesor, kisha një pyetje nisur nga ajo që përmendte pak më parë çështja e zgjedhjes lojtarës. Ndoshta në këtë moshë kemi më shumë breza të cilët janë dyzuar për të luajtur me profesionistë shqiptare apo me profesionistë të tjerë. Në një farë mënyrë vjen pak keq që Shqipëria është gjithmonë në pritje të një vendimi për të patur një skuadër më të madhe. Mendon që Shqipëria ja ofron mundësinë këtyre lojtarëve për të qenë edhe ata dinjitoz, për të qenë njësoj si mund të luajnë edhe me skuadra të tjera të mëdha, pavarësisht se për momentin nuk është se kemi nivelin e tyre. Besoj që ne i ofrojmë ndoshta edhe kushte më të mira se skuadrat tjera, sepse asnjë skuadër, ju do shikoni edhe ndeshjet tjera që do zhvillohen, gjithë të 8 grupet zhvillohen nga data 22 deri 28. Besoj që jemi të vetmi që zhvillojmë në stadiumin kombëtar të kësaj grup moshe, ndeshjet në një ambient jashtëzakonshëm. Kushtet ju i dini që kushtet në Shqipëri tani janë mrekullueshme. Shpresoj që nëse një lojtar nuk vjen me zemër dhe nuk dëshiron dhe ka pikpyetjet e tij, e rëndësishme është që në ekipin kombëtar të vinë ato lojtarë që e dashurojnë fanellën, dashurojnë kombin e tyre dhe të japin më të mirën për ekipin kombëtar. Atëherë Ervin, po shikoj që ndoshta dilemat apo pikpyetjet që i ke në mbrojtje dhe në sulm, për arsye se mesfushorët janë aq sa duhet, pak a shumë. Nuk e di pse kjo zgjedhje. Mendoj që unë nuk kam asnjë pikpyetje. Pikpyetja vetëm e ime janë nëse do të pajisen lojtarët me pasaporta, unë kam idetë e qarta, sepse nuk është kjo grumullimi parë, por ne i kemi vëzhguar gjatë gjithë periudhës, kemi zhvilluar edhe kualifikuesit evropianit, kemi zhvilluar edhe miqësori, kemi idetë e qarta, unë dhe stafi jemi kemi idetë e qarta, por siç u thash më pak më parë, kemi probleme edhe me pajisjen e 2 lojtarëve me pasaportë, që mund të jenë pjesë e grupit, se kjo varet nga to, por kemi edhe 2-3 lojtarë që në momentet e ndeshjeve të fundit kanë pasur probleme fizike, prandaj është dhe lista e 25 lojtarëve. Po të shikojmë rivalët janë renditur nga më i forti tek më i dobti në letër paktën. Ne nisim me Francën, vjojmë me Zvicrën dhe në fund fare me Letoninë. I leverdis ekipit që ta nisim me të fortin që në fillim? Jo, këto rregulla nuk i vendosim ne, janë rregullat e UEFA-s, janë bazë koeficienteve, gjithmonë edhe duke e parë ti. Edhe kualifikuesit edhe kualifikuesit evropianit, po të njëjtë ndeshje, ne gjithmonë duke ditur që jemi në një vazë më poshtë kundërshtarët, gjithmonë ne luajmë me kundërshtarin që në letër është më i fortë. Nuk është se i kemi përcaktuar në kundërshtar. Absolutisht, po na vlen që ta nisim direkt provojmë më të fortin në këndvështrimin tonë. Unë ju thash që për ne të 3 kundërshtarët vlen 3 pikë. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Siç e dini, ky muaj është mjaft i ngjeshur me ndeshjet e ekipeve kombëtare të Shqipërisë, moshave U17, U19, U21 apo edhe të kombëtare sa të impenjuara në turne zyrtare dhe ndeshje miqësore. Unë ftoj të na ndiqni në kanalet e Federatës Shqiptare të Futbollit, në rrjetet sociale për të qenë të informuar për të gjitha eventet, aktivitetet dhe ndeshjet e skuadrave kuqezi përgjatë këtij muaji. Ju falenderoj shumë për pranimin këtu sot dhe ju uroj punë të mbarë.